Tani çfarë mund të bëja do të më shumë mund se sa fitoja primarat një person I cili nuk I kishte as kryetar të degëve ishin të Sali Berishës, pra të foltores. Komisioner. Jo, këtu qëndron paradoksi që ti je më I votuar në primare dhe mos ti je në listë patjetër. Komisionerët e tyre, listat e tyre, gjithçka tyre, unë pa qenë fare në Shqipëri ishin në Sicili dhe Mal duke bërë regjistrimet dhe që për hir të vërtetë si maksimalisht respekt për gjithë demokratët e qarkut të Elbasanit nga Peqini, Beqi, Saliku. Këtë ta pranoi dhe kryeministri live ty, kështu që jem rregull ti. Që nuk e mendoja që do fitoja unë, për të qenë sinqert, sepse unë nuk e kam fshoj gjuhën kur të them vërtetën dhe kam shenjtë vërtetën. Dhe motor, unë sot po paguaj këtë liri që kërkoj të kem politik dhe të kthehem prapë një herë mbrapsh në të njëjtën rrugë do ndjek. Dhe ato nuk e mori mendja që primarët, pse primarët u nisën në sensi që edhe për të shfrytzuar në anën pozitive, po edhe në anën negative, që ai që eliminu, s'kemi çfarë të bëjmë ta bëjmë çdo antarësia. Kurse unë që fitova vetëm bashkë me Bledon Allbatin, nga grupi parlamentar vetëm 2 vetë kemi fituar në primarët parët. Bledoni është, unë s'jam. Kaq është e thjeshtë. Po, ka dhe nga ata më të votuarit që janë listë hapur. Dakor, po flasim për numër 1. Flasim për numër 1. Parët nga gjithë grupet elementar, 2 kemi fituar primarët. Bledon Allbati atje dhe unë në Elbasan. Nga 22 kandidatë që kishin në Elbasan, dola I pari. Thash pa qenë një. Tani, çfarë kam qenë njeriu I parë I cili ngrita të gjithë frymën, vokacionin për emigrantët në takimin madhështor në Brescia. Dhe aty fillon gjithë takimet tjera. Dhe kam qenë njeriu I cili kam bërë takime të madhështor takime, kam bërë regjistrime. Mbasi mbaroi dhe primaret, zonja Vokshi nxori edhe një kriter tjetër. Duhet kriterat ta mbajnë 2 ditëve të regjistrohen 300 emigrantë. 610 vllajot. Dori 6000 tash I bie. Bides me humor kam thënë edhe një metë tjetër. Me humor, ne ishim ditën e hënë kemi qenë në seancë sepse të mërkurë nga dalë listat, kam thonë aty. Ore çka kriteri do të mësojmë tjetër më? A do të plagosin I socialistë në humor gjithmonë? Bashkë mua është një ndër burrat e mirë, I qetë, qytetar. Tha dasho, mos duam më 3-4 sepse varet nga rradhitjet që do të vëjnë në kuptimin e saj. Pra çdo lloj kriteri që do përcaktoj, unë do ta plotësoja totalisht sepse I kisha arritur. Nuk besoj se ishte çështje kriteri, ajo ishte për të justifikuar. Po flasim pra tani. Dakor, po flasim tash çfarë do të bëjë ishte marr, e kuptoj. Çfarë do të bëjë njeriu më shumë në politikë? Nga dita 0 që ke nisur të japësh kontribut për foltoren e deri në ditën e zyrtarizimit të listave me zhgënjimin e madh. Je takuar tek a tek me Berishën ndonjëherë? Jem takuar një herë. Nuk do të them se çka ka folur. Jo, në sensin a ka kaluar shumë kohë dhe çu ka premtuar apo çfarë njeh tek ju pranon si kontribut? Me dëgjoj me kujdes dhe them për të gjithë teleqikuesit të nderuar të platformës së pamfletit që unë kam një shenjtë në jetën time. Me mentalitetin tim, po përdor termin shataresk, burrin. E kam shenjt. Kur them e kam shenjt, kam shenjt. Burrëria nuk është fshatareske. Më mirë, dakor, po përdor termin popullor. Po, okay. Popullor atë. Burrin. Çi do të thotë? Çfarë kam parë? Çfarë kam dëgjuar? Ç'kam folur me zotin Berisha drejtues të tjerë të Partisë Demokratike për gjatë 20 viteve, të nivele të ndryshme të lartë flasim, të aktivitetit politik, un kam vija të kuqe që nuk I shkel. Dhe nuk e kam moralin tim që të dal tani se çka kam folur në shtëpinë e zotit Berisha, I cili më ka kërkuar, e kam takuar kur ishte në arrest shtëpia dhe kam lënë 45 minuta gati tek duke folur për politikën dhe ku kam marr vetëm kaq do të them premtimin për të vazhduar në politikë bashkë. Gjë të cilët nuk u mbajt ky premtim. Kaq. Të tjera detaje as mos mendoni që do t'i them ndonjëherë. Jo, për këtë e bëra pyetjen unë se nuk na intereson pjesa tjetër. Dhe thash edhe në harkun kohor një javë kam dërguar mesazhet që nuk më përgjigj. Kjo ka qenë kontaktet e mia me zotin Berisha. Absolutisht as kontakt tjetër. Nuk jam nga ato persona të cilët bëjnë tjerat kur patet ditëlinjë zoti Berisha. Kur e patëm 15 tetor, që jashtë mjesit I çoshin mesazhe në grupin e WhatsAppit për ta uruar më para. Unë as nuk kam bërë gjë të tillë. Se kur kisha uruar 3 vite tjerë, s'do uruaj në vitin tjetër. Po pra, quhet servilizëm pastaj, jo koherencë. Po. E qartë, po në atë grup ti ke thënë që vetëm grup pune nuk është. E kam thënë pra, sepse më shumë nuk artikuloheshin teza, gjëra dhe gjëra, po merresh me ditëlinje me budalliqe të tjera, me ty bëj like, ty bëj elogje njëri tjetrit, budalliqe, nuk e kam, nuk është kjo qasja ime. Nuk është kjo qasja ime. Qasja ime është që të jem rregull sistematik në opozit.
detyra ime në komisionet parlamentare, detyra ime në seancë plenare, detyra ime në zonë, takimet në zonë me qytetarët dhe detyra ime në media për denoncime. Dy elementit që duhet të ketë një politikan opozitar, guximin dhe denoncimin. Dy elemente që unë kam patur. Tani më thuaj çfarë reagimesh more në Kofident brenda Partisë Demokratike nga eksponentët kryesor, qoftë përfshi dhe zotin Berisha, pas rezultatit të primareve fill. Të komplimentoj dikush, të komentoj. S'ka pasur asurime? Nuk jo fare, biles nga 2-3 elementë të lartë janë aty që s'po i them emrin, ka qenë shqetësuar që si fitoi ky katunari këto aty. Si fitoi ky katunari atë. Po pra thuaj. Nuk thon poshti dot qytetari në këtë drejtim. Mirë, tani do të ndalemi te momenti kur ti shkove tek Adriatik Lapaj, tek nisma Shqipëria bëhet, si quhet tashmë koalicioni mes ti dhe Endrit Shabanit. Në ç'moment shkove? Pse ndodhi? Po. Thash. Prej mishit dhe gjakut dhe emocionit fort. Shumë qindra SMS, qindra telefonata nga mbështetës, simpatizantë të mi, edhe bashkëpunëtorët e mi të Peqinit dhe edhe nga jashtë shtetit që më kërkuan që do duhet që patjetër të dalë për të kandidatuar. Në një kohë që pata 5 kërkesa nga forcat e tjera, përjashtuar vetëm me Groshehin, që po them kur të tjera nuk i përmend, kush ishin gjithë tjerë ka kërkuar, që s'kam kontaktuar asnjëri, po më kontaktuan për të qenë pjesë e formacionit, dhe nga gjithë to unë zgjodha për Shqipëria nisma. Po, Adriatik Lapaj dhe Endrit Shabanit, po. Dhe kjo ka qenë në momentet e fundit sepse nuk pata dëshirë. Një ditë para apo jo. Dita me orë, po, një orë, gjysmë orë përpara, tash 11 gjysmatës. Dhe unë po të kishe patur qartësinë, do të kishe qenë disa ditë përpara, e këtu që ndonë gjithë hilja. Po pra do ishin bërë më mirë gjërat, patjetër. Ishin bërë më mirë një para dhe unë do të kishe dalë i pavarur. Për i treguar. E pikërisht se kishte shumë nga ata njerëz që edhe un kam diskutuar që pse nuk ka dalë i pavarur. Kisha mundësi. Se kishte sigurt fitoren. Nuk kisha mundësi për të regjistruar, më gjithë do kishte dalë i pavarur dhe për i treguar që sa vota kisha personal. Në një kohë që po kaloj çik më përpara, në 2005 për herë të parë, kur kam kandiduar unë, kam marrë 70% vota në emrin tim personal, në Peqin 30% partia dhe dole i parë në Shqipëri në një kohë që s'kishte fituar Partia Demokratike në Peqin atëherë. Po. Fitova. Dhe në 2021 ishin po kaloj pastaj prap në vota personale, ke 8000 vota personale, në një kohë që drejtues të tjerë të lartë, Partia Demokratike me 500 vota, me 1000 vota, me 3000 vota, në një kohë që edhe një 1000 ca vota ishin pavlefshëm rreth 9500 vota personale. Do të thotë dhe unë po shkoja tek kjo qasje që kishte me zotin Lapaj. Në një kohë që të nesërmen që do bëshin formalitetet e firmës e diçka të gjitha dhe kodi zgjedhor ka përcaktuar që 5 parë janë listë mbyllur. Do ti është përcaktuar, thuj hidhu përpjeti, fërmo çfarë dush ti letra përpara, pasi puna e një testamenti ke noteri apo jo që ti revokon çdo moment. Por që ti nuk ke asnjë lloj vlera, jo. Po ku çdoi ky pakti? Po pra. Atë po shpjegoj. Në një kohë që ishte vendosur 5 parët, thash, kush janë këto persona? Si i kishin familjarë ata, po pra. Për pjesës hapur pastaj. Në 2019 nuk pyetën ato Lulbashës. I thanë vazhdon hyn parlament ato gjithë. Dorojnë njëri tjetër. I thonë me që janë njerëz kot thoni ju, njerëz të juaj, dhe që të rriqen. A mund të rriqet në një me që ka njëri kot? Jo, tha nuk të rriqem dot. Ti s'të rriq dot tani sot që s'ke mandatin. Po nesër kur të kemi mandatin, thotë, "Boje, provoj herë tjetër të dashtula, provoj herë tjetër." Ishte budallik, mirë. Unë nga padrejtësia ika, do ishe diletantizëm politik dhe bie në padrejtësi tjetër, budallik politika ana ime. Dhe që tash kjo nuk bëhet. Domethënë gabimi ishte që të mos e publikoje atë hap që po ndërmerr. Unë po problemi është që dolja ajo atë natë që shkote sepse do shkosh në ora 12 ta që jemi s'ka ne. Ti nuk është se bëre krim, se edhe unë tani jam dakord. Jam shumë i qetë. Po pra. Unë ato po them Adriatik Lapaj ka humbur shansin e jetës të tij politike se mandatin e parë do merrte në Elbasan. Po që do të thotë që do të ketë një forcë shumë më fort madhore, se zoti Lapaj mendoj unë nuk kishte A thua ti ke ndërhyr? Po ja ta them pra pikërisht. Të shkon mendja atë. Po patjetër, ç'a bë sens që ti mos marrësh mend, se nga ato që ishin listë Elbasanit, na 2-3 vota të shohin se do marrin ato. Aq përfundoshin. A kupton? Njeriu që do merrë mandat isha unë. Dhe pse ishte problem që të largoj një nga ato të vjet një bashkëpunëtor im politik i afërt, që kisha unë sigurinë që nesër të rriqej. Po.
Kaq siç ka voto njerëz vetë tezën, hallën, gjajën, babën, të dashurat, i kontrolloni ato, po themi termin, kontrolloni ato që po të drejtur, do të kishte dhënë që su merr mandatin. Ta kuptoj, kjo nuk bën sens pra. Që do të thotë pra që është një forcë madhore, e madhe që do ta mos e pranoj zotin Sula sepse na prish punë. Jo. Ose financuesi tyra çdo që është, e pra se tani këtu kërcet shumë gjëja. Se s'mund të më jap dikush urdhër mua nëse unë s'kam varësi ndaj atij. Pra është diçka që përtej shpallave të zotit Lapaj, mendoj unë. Kjo është historia, sepse nuk e do një mandat zoti Lapaj, po një mandat në Elbasan e merrte. 2-3 sa merr në Tiranë, do ishte gjë e mirë për atë. Po tani rruga na çon që Lapaj financohet nga Berisha. Nëse shkojmë trash. Unë as e kam dëgjuar, as e kam parë. Jo, logjika them të çon. Tani, okay, po pas këtij momenti që u bë gabim kjo marrëveshje, nuk është se fole me këta që të kishin kontaktuar më para, se nuk ja vlen dhe mos se s'kishte më kohë. Ne fola me të gjitha, kam folur tash mos më kërkom qoftë me zotin Lapaj. Jo, s'kishe ç'bëje më e kam fjalën. Jo, kam folur qoftë me zotin Lapaj deri në momentin e fundit me zotin Shtabani, zotin Parasoko, juristë që kemi komunikuar dhe nuk është nevojë për të shpjeguar çka kemi folur. Unë ndam përfundimisht që nuk bëra dakord që unë isha unë i cili personi të cilët nuk pranova dhe refuzova që të vazhdoj me to.